Kam përshtypjen që është kalkulim elektoral. Ta kanë shpresuar që kontratat të ofronte të spunton ose shkëndien. Ta tash, pra ishe je dakord me mua, u tentu si shpërthimi kontrolluar. U tentua, por problemi që është, nëse është shpërthimi kontrolluar, është shpërthimi kontrolluar keq. Sepse ti, nëse nxjerr një kontratë tillë, duke pas parasysh vlerën e kontratës, duke pas parasysh dhe gjithë këto elementë që ne i diskutojmë, tenton ti menaxhosh që në fillim, ose bën një skalet menaxhimi, se do të ishte edhe mënyra më e mirë për ta mbajtur lajmin si lajm të ditës. Unë kam një mendim shumë të thjeshtë në raport me këtë gjë, në vetë tu do më lejosh të dal fare pak nga skenari. Jo, s'ka problem. Ti je kandidat, ti ke precedencë nga tjerët. Një problem shumë të madh në Shqipëri që është problemi i korrupsionit politik. Dhe ky është rasti tipik i korrupsionit politik. Që do thotë partitë politike, duke përdorur fonde cilat nuk duhet të ekzistonin, ose cilat vështirësisht gjenden se si ekzistojnë, prodhojnë këtë pastaj që është pjesa e lobimit, krijimit të influencave, që krijon pastaj atë që në fund ditës është korrupsioni shtetëror. Kështu që një nga gjërat e para që ne duhet bëjmë dhe ne patëm tentuar kur ishte komisioni i famshëm i reformës zgjedhore, ishin dy elementë. E para punës që transparencë. Jo vetëm transparencë, por 6 muaj përpara datës zgjedhjeve të bëhet deklarimi 1 mujor i fondeve që shpenzohen fushat elektorale, që do të thotë ti mos mbarosh fushatën dhe pastaj 60 ditë mbas fushatës ku nuk e mban mend 60 ditë me kismet, ëh, po s'ka gjë, se edhe po e shkelësh një masë administrative, nuk ndodh ndonjë gjë e jashtëzakonshme, ti deklarosh të fondet dhe mos deklarimi i fondet bën edhe shkak pezullues por ose përjashtuesh nga zgjedhjet, po të subjektit. Një dhe e dyta është që ligji për partitë politike duhet ndryshojë rrënjësisht duke detyruar që ti financimin ta kesh konstant në kohë dhe të mirë kontrolluar, gjithë siç është me auditues që nuk e kanë haberin fare se ku shkojnë lekët e partive politike. Se nuk mund të pretendojmë ne të ngrejmë shtet dhe të luftojmë korrupsionin, sa kohë që korrupsioni fillon nga jeta politike.